Çfarë lejet qiraja që jeni marrë vesh? 4.750 në muaj. në muaj. Pagesat me ndonjë vërejtje të vogël kanë qenë të rregullta. Alloj, mu s'm kanë vetë, tha, edhe, tha, gruja edhe vllaznia e kanë quë pa dinë se nuk e kena ditë. Qysh marrë nuk e keni ditë? Qysh e keni ditë? Në ndërkohë, Zahir Gubetini dhe shoqëri Kabashi nëpërmjet transferit bankar bëjnë pagesën e lokalit dhe Mehmet Berisha e bart në emër të tyre pronën në Dragodan. Menjëherë pasi bartet prona në emër të dy blerësve të ri, Mehmeti kërkon nga ata që të mos largohet nga prona dhe të vazhdoj punën aty, po të paguaj qira dhe atë në vlerë prej 4.750 euro në muaj. Kjo kontratë zgjat 5 vite. Pas 5 vite, Mehmeti kërkon nga dy blerësit e ri që kontrata të vazhdohet edhe për 5 vite tjera dhe kontrata nënshkruhet tek noteri. Mirëpo pikërisht në vitin 2017, familjarët e Mehmetit nuk pranojnë të paguajnë qiran, sepse ata e kishin kuptuar se vllai i tyre kishte shitur lokalin që pretendojnë se e kanë të përbashkët. Biseda tjetër që është bërë aty që vlen më cek ka qenë kërkesë e Mehmetit a bon mu ma dhon me qira. Do të thonë, po bartet prona, po batën gjithë, po a bon me shfrytzu me qira. Mendum, na nuk ishëm për momentin të interesum na me shfrytzu, atëherë tham po. Dhe Çfarë lejet qiraja që jeni marrë vesh? 4.750 në muaj. në muaj. Pagesat me ndonjë vërejtje të vogël kanë qenë të rregullta. Për 5 vjeçin e parë. Për 5 vjeçin e parë, vones, po mundem me thonë që pagesat kanë qenë të rregullta gjatë kësaj kohës. Për këtë punën e pagesave është marrë Zahiri më shumë. Jo që ka pas nështë ko ma shumë, po ka qenë ma në rrjedha, kanë qenë e tjellë, ja kemi besu një tjetët dhe për pagesat e qiras Zahiri ka qenë dhe nuk kemi pas vrejtë as njëni edhe as tjetëri. Mas kalimit të afatit, vjen për me vazhdu. Kemi pas pak po vazhdojmë, s'po vazhdojmë, bëjmë në diçka vetë, apo s'bëjmë vetë, në fund konkludum që po ja vazhdojmë edhe një me qytë mandat ose edhe një afat 5 vjeçar. Mas kontratës është bërë një muj pagesën që ose nuk gaboj dhe lind problemi. Lind problemi se fillon një padi në gjykat prej vllazëve ti, tash dulën në vllaznit, kur në fletë poseduese që është argument, ata muj me thonë po se jo, ekziston argumenti që nuk ka qenë Mehmeti vetë, prej bashkëshortës e Mehmetit dhe vllazëve se na nuk jemi kont njoftuar. E kemi marrë kontratën, e kemi qenë komunë, kemi bërë transakcionet, jemi shly me ta. Kur e ku marrë, më ka thonë ta, nëse nuk më lem 5 vjetë këtu, nëse nuk më lem 5 vjetë këtu, kalëzëm se nuk më i të dho. Se ku e qëj gjithë kitë malë, ku i qëj gjithë të sene, ka pasë malë o konë full. Mas je keni ble, ju morë vesh që me ja vazhdu ati qiran, me pagua i qiran, edhe keni ba kontratë për këtë punë? Kontratën e kemi të noteri, e kemi ba për qira. Qirajat, heri ka qitë në bankë, heri mi ka thonë në dorë. Të më thonë, edhe për 5 vjetë e para për fullum. I kam edhe në bankë aty shkruan shumë mirë për qira. Erdhë përfundimi kontratës të parë, të më thonë që kemi thonë. Thash që po boj me djarë, thash mira konë, thash me liruë, thash po bohët gjatë, mira konë me liru. Tha ku me shku, tha pëshe, tha halos, mojtë me bon një zgjedhje, një diqka, ku me shku. Shqyqa nuk o koni interesu me ja vazhduhe, ato. Unë e drejtë me thonë, pej, më vike keq, thonë, vazhduhe, na nuk e kem dërmen një herë, diqka me hijate. Vazhdu këtë vahë. Edhe u pajtu edhe shqyqa, kontratën e dytë e kemi bo 4.250 euro. E ka paguat parin muj, të
parin muj, e ka pagu, edhe më ka ardhë muhe thirrja me shku në gjykatë. Kër më ka ardhë thirrja me shku në gjykatë e kumë po, ju në shku taj. Thash, shoku qa është kjo? Allah i muhe së më kanë vetë, tha, edhe, tha, gruja edhe vllaznia e kanë quë pa din se nuk e kena ditë. Qysh marrë nuk e keni ditë? Qysh e keni ditë?